të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Takohemi si çdo ditë në këtë studio, natyrisht me të ftuarën time të sotme. Ajo vjen nga fusha akademike, është pedagoge në Universitetin Luigi Gurakuqi, pedagoge e letërsisë. Mban titullin profesor asistent doktor. Me mua sot në studio është Elinda Ramadani Dibra. Mirëmëngjes Linda, mirë se erdhe. Të dashur Merita, falenderoj fort. Unë fakt sot i përkas kësaj pjese, pra botës akademike, por gjumët e mia të para kanë qenë pikërisht tek Radio Shkodra dhe për fatin e madh timin, pedagogja ime e parë ka qenë Merita Sokoli. Faleminderit megjithatë me shpirt, sepse kjo është e vërteta. Këtu thashë janë gjurmët e mia të para, janë hapat e para, është një përgjegjësi shumë e madhe të jesh përpara një auditori, siç janë gazetarët e Radio Shkodrës, gazetarët e televizioneve të ndryshme, por flas për periudhën kur Radio Shkodra ishte mbretënia media, si tha Medias Veriut, është e para media ku gjithë syt dhe gjithë vëmendja ka qenë pikërisht gazetar e kësaj radioje. Dhe të punoj me Merita Sokolin ishte një privilegj i jashtëzakonshëm. Prandaj them pedagogja ime e parë është Merita Sokoli. Unë ju falenderoj shumë Linda, por është merita e jote, merita e bashkëpunëtorëve, merita e këtyre studentëve që u ofruan në radio dhe është vërtet diçka thelbësore që ndoshta ajo e veçantë qëndron pikërisht në afrimin tuaj dhe siç duket nuk kemi gabuar sepse rruga jote ishte vërtet një rrugë e suksesshme që vijoi me studime më të avancuara, që më pas mori një rrugë tepër të specializuar dhe sot kemi një pedagoge, jo sot, po shumë vite më herët, por që shkallët e rritjes profesionale kanë kaluar në tituj, në grada shkencore dhe për këtë ndjehemi më së të lumturuar. Unë falenderoj, në fakt është një punë e gjatë, një punë e cila ka filluar shumë vite më përpara, janë orë të pafund me punë për arkiva, punë për biblioteka të ndryshme. Ishte koha kur biblioteka nuk i kishte këto kushte siç i ka sot, ishin salla më të ftofta, ishte vetëm një sallë të biblioteka universitetit. Në fakt, unë jam rrit në bibliotekën e qytetit, aty unë kam pas fatin e madh të kem tezën që ka punuar bibliotekare shumë e mirë, shumë e zoja, ka punu për shumë vite. Emri i saj mund të përmendet natyrisht. Po, është shumë e njoftun. Ne i kena thënë Teze Baci. Po, një grua tepër e rregullt, shumë e përpik, korrekte, e përpik, shumë e dashur me librin. Rritun edhe ajo me librin, sepse në bibliotekën e gjyshit, në shtëpinë e gjyshit ka ekzistuar një bibliotekë shumë e madhe. Gjyshi ka pas një dhunti të jashtëzakonshme për gjuhët e huaja dhe për me pas libra në shtëpi. Unë jam rrit te kjo bibliotekë, duke shfletuar këtë bibliotekë, e cila ka qenë një thesar shumë i mirë për mua, një bibliotekë e cila ka mbarë jo vetëm libra shqip, por edhe në disa gjuhë të huaja të botës. Dhe ishin gjuhë të perëndimit, por edhe gjuhë të lindjes, sepse kështu ishte koha më përpara. Dhe normalisht juaj quhej Osman Osja, ka qenë nën drejtor shkolle, njëri i ditun, shumë i ditun, tek i cili jo vetëm thjesht kanë mësuar ato fëmijë, por janë ofruar shumë edhe burra të mëshëm të Shkodrës për me kërku dije dhe me kërku mendje aty në atë periudhë kohe. Sa bukur. Dhe përmenda që duke pas kontaktin me këto libra dhe duke i përkit këtyne familjeve, qoftë nga baba, qoftë nga nana, me një traditë shumë të mirë arsimdarse, thuj se gjithë nga baba janë mësues. Dhe baba juaj mësues? Po, mësues i letërsisë, i gjuhës së letërsisë shqipe, Vehid Ramadani, mësues i cili përshëndesim me shumë respekt. Të falenderoj shumë sepse ai më thanë që është mësuesi im i parë. Unë fakt për gjatë gjithë viteve të jetës nuk kam gjetur mësues më të mirë se ai. E tham me gjithë shpirt, sepse me shumë pak gjë më ka dhënë shumë. Me shumë pak fjali, me shumë fjali koncize, më ka ba me dash landën, me dash letërsinë, me dash gjuhën, ja pasionum shumë as gjuhës
dhe kryesisht mas sintaks, mas aty në fjalive gjata, ku kishte shumë dëshirë me ba atë ndamje. Si duket I ka pëlqyer shumë matematika dhe njëkohësisht sintaksa është edhe pak matematik. Lida, pikrisht unë ju ftoj ju sot si pedagoge letërsisë, sepse letërsinë e quaj një nga lëndët bazë, formuese, shprese, njohëse, përthithse tek nxënësit, tek fëmijët, tek studentët, të cilët në fakultetin tuaj më pas bëhen mësues në të shumtën e rasteve, apo jo? Edhe ashtu siç ju thatë për rolin e letërsisë në formimin e një nxënësi, një fëmije që të ecë më pas në rrugën e dijes, ashtu dhe letërsia ka një rol të jashtëzakonshëm. Po, ne themi letërsia është arti fjalës, po në fakt letërsia është edhe formimi I individit. Kemi parasysh që gjitha ajo botë shpirtërore që autorë të ndryshëm, qoftë të huaj, qoftë shqiptar, pasqyrojnë në veprat e tyre, janë pjesë e një formimi shumë gjerë, jo vetëm të studentëve të letërsisë, por unë them të çdo individi. Ti je një njohës I mirë I letërsisë, qoftë klasike dhe qoftë letërsisë bashkohore, I aq herë njëri I ditur. Sikur se ekziston shpreha sa gjuhë huaja ti nje, aq edhe sa libra ke lexu. Aq herë I ditur një. Në fakt, çfarë ndodh, sepse ju jeni drejt për drejt në punën me studentët, sa të përfshirë janë ata, pikërisht të kia dashuri e madhe që shpaloset në faqet e librave, sepse të lexosh do të thotë të lëvrosh mirë gjuhën. Të lëvrosh mirë gjuhën më pas do të thotë ta përdorësh mirë në të gjitha sferat e jetës. Letërsia është një bagazh I jashtëzakonshëm që të jep mundësi për të realizuar këtë gjëra, apo jo? Unë e thashë ka pak më përpara që letërsia është pjesë formuese e një individi. Jo thjesht një pjesë ta lexoj një libër për kënaqësi, por në mënyrë të drejtë për drejtë ai individ ka marrë edhe formimin e tij. Ka marrë formimin individual, por edhe formimin e brezit më pastaj, sepse ekziston një shprehje që një fëmijë duhet filloj të përgatitet 20 vite parë ose shumë vite më përpara, që do të thotë që ai baba dhe ajo nën kryesisht duhet të jenë të mirë lexuar dhe të jenë të mirë ditur, se ai fëmijë që do të rritet pikërisht nga këto dy prindër. Dhe dy prindër të lexuar, dy prindër libërdashës, ose prindër që e dojnë letërsinë, artin, gjitha shkencat që lidhen me artin, janë një formim shumë I mirë për pasardhësit e tyre, për fëmijët e tyre. Në fakt nuk është keq që ne të realizojmë biseda të tilla rreth rolit që ka libri, letërsia, lëvrimi I tyre, njohja, sepse shpesh në botën globale që na bëjmë pjesë, anë të tjera të informacionit zën vend të shumtë, por jo gjithmonë janë anë shumë të mira, nga njëherë brutale për të hyrë në një formim të kohës, po e quajmë, por që jo rrjedhimisht janë gjithmonë pozitive. Prandaj unë do ta quaja këtë studim, këtë rol, këtë dashuri të madhe për librin, për letërsinë, një vlerë të padiskutueshme. Ne shpeshherë thamë studentëve, gjithë që vinë në Universitetin e Shkodrës janë me fat, dhe këtë fat e lidhi pikërisht me këtë që Shkodra I ka rajt lidhuna fort të kultura letrare dhe të kultura në shumë dimensione. Këto kanë lënë gjurmë, pavarësisht se vitet përpara vitet 90 kishin kufizime shumë të mëdha, ishin shumë autor të cilët unë alun nga qarkullimi, autor mallor si Fishta, Kuliçi, Camaj, Pipa e Marrall, por ne I përkasim këtyre vigajve, këtyre kolosëve të letërsisë. Duam s'duam, ne në mënyrë të drejt për drejt dhe në mënyrë të tërthort I kemi brenda vetes gjithë këto gjurmë. Dhe unë them që ndoshta lidhjen e teme me letërsinë e pata pikërisht me Fishtën, e pata në vitet 90, me njëherë sapo u realizuan këto ndryshimet,
ku baba më foli për fishten, ishte qenë student i Vebi Bals, i një profesori dhe një studiusi të shkëlqyer, dhe ai i kishte fol gjanë e gjatë për fishten, për kontributin, për rolin e fishtës në letërsi, por edhe në shumë çështje të tjera kombëtare, qoftë edhe në politikë, në diplomaci, përkthime e më radhë. Është pikërisht kjo tradit, kjo gjurmë të shkolla letrare që qenë levruar në Shkodër për para viteve 45 dhe qëllum që më nërprejnë, por që gjithsesi ato qenë me këto profesor që dhanë mësim, ato një mënyrë të tërthort kanë diskutu për to dhe i kanë pasuru, ndoshta pa jo përmendë emrin. Se harroj kur agjen tem, Isak Ramadani, i cili më dhuroi Lahutën e Malësisë, unë nuk e solla sot me vedi, po të ka i libër kam shënimet e tij dhe emrin e tij të vendosën. Gjyshi ka qenë mik i fishtës, sepse dikur janë zhvillu red odash janë quajt, organizime shumë të mëdha odash, kur janë ftuar shumë personalitete dhe janë diskutu. Dhe ndoshta këto diskutime po na munguajnë pak sot. Unë kam shumë dëshirë të lidhe me këto gjurmë të traditës, dhe puna në fakt që unë edhe kam bërë dikur në radio dhe në televizion, ka qenë pikërisht t'i lidhem këtyre në rajve dhe t'i lidhem këtyre diskutimeve që po transmetohen nga këto breza që këto të mos humbin, të mesin si vlerë. Bota punon shumë me këto gjurmë, bota ruan qoftë edhe një letër krejt vogël, ruan qoftë edhe një letër një ftesë dasme, që tek ne ka qenë si kulturë, por unë kisha dashur të më ripërtri kjo kulturë që të mesin këto arkiva, qoftë edhe arkiva familjare. Edhe kemi gjurmë të tilla ku vetë fishta ka gërmuar për zona ku ka punu, dhe të gërmu ai ka kriju edhe një lloj shkolle e rujtjes dokumentave dhe mbledhjes së folklorit, kuptohet bashkë me të tjerë personalitete. Në fakt, kur ju dëgjoj, nuk mund të mos hedh vështrimin mbi fushën hulumtues të studiuese tuaj, që herët ju jeni përsëri mjaft e re, aktive, keni një dinamizëm në ditën tuaj, në komunikime jo vetëm me studentët, por edhe në një interaktivitet me faktorë të ndryshëm, kulturor dhe social. Unë mendoj që do të ndalim më pas, por meqense ju ka tërhequr fusha studimore, por ju ajo ka qenë një burim i pashtershëm i punës suaj të vazhdueshme, pasionit aq më tepër, dhe kjo ka bërë që më pas ju të profilizoheni shumë mirë në fushën e traditës, të kulturës, të trashëgiminisë letrare dhe kulturore. Natyrisht kjo fushë studimore ju ka dhënë shumë çka, madje ju ka dhënë tituj, grade shkencore, por edhe dëshirën për të hulumtuar kohë pas kohe. Duke u kapur mbas elementeve shumë domethënës, madje mbas informacioneve të kohës që pas viteve 90, kur tashmë bota kishte më shumë hapësirë, bota shqiptare, ju përthithet pikërisht këtë autor dhe i bët objekt të studimeve tuaja. Po, është vërtet, dhe unë fakt fati solli prap këtë objekt studimesh tani nga shkallat e radios, kur unë kam zhvillu krahas shumë emisioneve të tjera, edhe një emision për traditën e Shkodrës, emision i cili u transmetohet e ditëve të shtunë, dhe shkosha shpesh në për bibliotekën e qytetit, te biblioteka universitetit, por edhe tek muzeu i qytetit. Në atë kohë janë zhvilluar shumë veprimtari në muzeun e qytetit, më e mend ato veprimtarit Shkodra dhe Mote. Po, me mentor Çuku, profesorin i cili i nderuar. Shfaqi një dinamizëm për organizime të tilla dhe u bë një model pune. Ishte koha kur Arshipika u kthy në Shqipëni dhe i dhuroi bibliotekën e tij personale këtij muzeu. Duke pa këtë bibliotekë, pash libra pa fund, një ditë u nala tek revista, një kolan, revista Shajzët. Pata pa kohë, u nala dhe shfletova shumë numra, emrat aty mbranda ishin të Ernest Kuliçit,
Martin Camaj dhe shumë autorëve tjerë. Punova për emisionin dhe gjatë kohës si studente mu desh të punoja për ato detyrat e kursit që ne jepnin profesorët. U riktheva prap tek biblioteka e muzeut dhe fati i deshi që në studimet master unë të përzgjedh një autor nga Variu dhe autori ishte Martin Camaj. Mu desh të shfletoja sërish këtë revist edhe revistat e tjera, pa tjetër librat e tij, punimet e tij dhe tek doktoratura atëherë kam punu veç me këtë revist. Jam dediku kësaj reviste, thash janë orë shumë pune të ky muze, të biblioteka këtij muzeu, por edhe mora dhe skanova ato libra, net pa fund. Në fakt kam pas edhe përkrahje nga im shoq i cili më ndihmoi, edhe nga drejtori i muzeut i cili u gjend shumë pranë, më ndihmoi shumë, sepse është fat gjesh persona të cilët ndihmojnë studime dhe u realizu diçka e mirë. Duke hedhur një vështrim në studimin tuaj dhe duke marrë objekt shezat. Këtë botim që është realizuar një revistë që cilo botu në Rom. Në Rom. Me pak fjalë, si do ta karakterizoje këtë botim? Mbi vlerat që ai ka. Atëherë, unë them që kjo ishte dritarja e vërtet nga ku bota marr, bota e lirë pa o Shqipërinë asaj kohe, pa o vlerat e vërteta të Shqipërisë, dhe ky ishte thelbi mbi cilin Ernest Kuliçi e dëroi këtë revistë. Është koha kur Shqipëria ishte totalisht e izolume, bile unë kam parë një fakt te biblioteka kombëtare, kur kjo revistë kishte dy shirita. Nëse librat e ndalum kishin një shirit, kjo revistë kishte dy shirita. Çka do të thotë që ishte tepër e ndalume. Por aty ishte kultura shqiptare, aty ishin studime për gjuhën shqipe, studime, përkthime të ndryshme, botimet më me vlerë, janë disa numra për kujtimor, një numër për kujtimor i shezave, është letërsi patjetër kishte pranë. Vetëm për Gjergj Fishten, një botim i dedikohet Fishtës, Skënderbeu, figurës së Skënderbeu, dhe numri i fundit, i cili ka botuar në vitin 1978, i është dedikuar autorit themeluesit të kësaj reviste, Ernest Kuliçit, për në shem mirënjohje. Është botuar nga viti 1958 deri në vitin 1974, kur Ernest Kuliçi vdes dhe në 78-ën është botuar numri përkujtimor. Është një revistë e cila na jep, na pasqyron gjithë atë botë shqiptare nga Gjeneza deri në Shqipërinë atyre viteve. Për fatin e mirë, bota na pau nëpërmjet kësaj reviste, ajo u botu dhe u shpërnda në 100 biblioteka në gjithë botën, dhe ideja ishte që kjo të shpërndahej, u shpërnda falas, për arsyeën madhore që Shqipja dhe shqiptarët të njihen me gjenezat e tyre të hershme dhe me gjitha vlerat e tyre kombëtare. Shumë interesante. Si u vlerësu punimi juaj dhe çfarë ju dha ai në brendësinë tuaj si studiuese tashmë? Tash i përikthehem pak edhe atyre emocioneve të asaj kohe. Të falenderoj që më sillat u bën pak vite, është koha viti 2011. Në fakt vlerësimi ishte shumë i mirë. Ishte vlerësimi më i pozitiv që kishte ndodhur deri në atë periudhë kohe, ishte 99%. 99%. Nuk ishte deri në atë kohë, edhe unë normalisht u gëzova pa mas, sepse ishte fruti një pune shumë të madhe, po edhe një pune e cilës i kisha dhënë gati palcin, që do të thotë i kisha dhënë gati jetën. Shumë mund me orë tana deri në ora 3-4 natës çu duke punu, biles kam punu paralelisht edhe me një shoqe, me një shoqe time të gjimnazit, ajo ishte duke përfunduar doktoraturën në Francë, ka vazhduar atje Suela Berisha, dhe punoshim paralelisht Suel i zgjuti, po zgjut edhe vazhdoshim, punoshim prap. Çfarë motivesh të bukur aty, është shkote ora 2, Suela i zgjut, po jam zgjut. Dhe ishte familjare, me 2 fëmijë. Po ishte vetëm orar ku mund punosh e lirshëm.
sepse paradite ishte në punë, mazite pak e familjes. Megjithatë ishte shumë e bukur kohë, periudhë e bukur, e cila kalon gjurmë se kështu punohet prapë sërish. Ka momente që punoj, jo ka shumë, po punohet. Në fakt, ky vlerësim, kjo punë, ju ka dhënë shumë çka më pas në motorin e lëvizjes suaj në fushën e studimeve, të hulumtimeve, të studimit të figurave të ndryshme të kulturës sonë. Në fakt kjo është puna jone e përditshme. Nëse ti jep planin e letërsisë, patjetër që ke punë me gjithë këta autor. Unë fakt këtu kam ngul tek studentët dhe shpesh i nxjerr nga auditori dhe i çoj tek biblioteka. I njoh krejtësisht me botimet për Fishtën, për Kuliçin, studimet për ta dhe gjithçka e tillë. Patjetër që i çoj edhe tek biblioteka e muzeut, jo thjesht me njoh bibliotekën që ka dhuru Arshipip këtij muze, por gjitha ato vlera që mban muzeu jon kombëtar. Muzeu i Shkodrës. Ne në vepra letrare kemi gjurmë të trashëgimisë, aty ka dhe veshje, ka rite, ka motive të ndryshme. Shikoni një prizëm shumë të gjerë. Shumë e gjerë. Letërsia është një shkencë e bashklidhur. Art, po që ka bashklidhje me shumë fushat e tjera, fushat të ndryshme, nuk është diçka e mbyllur. Shpeshherë unë them që letërsia i ka parapri dhe zhvillimeve tona kombëtare. Gjurmët e pavarësisë ne kemi tek autorët tonë mallor si Naimi, Sami Frashri, Fishta e Marrall, janë Gurakuqi, Mjeda, janë këta autorë që hollën themelet e shtetit tonë shqiptar. Dhe unë tham një shtet i para ngritjes flamurit ka ekzistuar pikërisht te këto botime. Janë këta autorë që jo vetëm thjesht kontribuon për këto tekste shkollore, që këto tekstet vinin shqip tek voglushët, tek të rriturit, por ato shkrinë edhe një pjesë të pasurisë tyre, krahas angazhimit, krahas punës tyre shumë të madhe, botimeve të ndryshme, por kemi parasysh se këto botime kanë kërkuar dhe financa dhe shpeshherë këto kanë nxjerrë paret nga buxheti i tyre personal për me realizu botimet tyre të tilla që ato të vinin tek shqiptar, që shqipja të flitin një mas të gjerë, që të përhapi pra gjuha shqipe dhe të mos jetë thjesht ajo se sot pavarësisht se kemi qenë sa vite kohë diferencë, po jemi periudhën kur këto edhe ndiqeshin, ishte rrezikshme të shkruajë shqip. Në fakt ju organizoni veprimtari të ndryshme, qoftë për figura të ndryshme, kam parë për Mjedën, për figura të tjera. Sa të interesuar, sa të pasionuar janë studentët tuaj për të ndjekur pikërisht këto gjurmë, edhe për të përfshirë më pas edhe në punën shkencore? Po, ne angazhojmë shpeshherë studentët, qoftë nëpërmjet detyrave të kursit, por qoftë edhe duke i afru pranë vetes, siç thash, duke i afru tek bibliotekat e ndryshme dhe duke ju bati diton këtyne që këto janë studimet për këto autor dhe këto autor lëvrun këtë gjini, këto lloje të ndryshme letrare. Marr një model. Para pak ditësh mora studentët dhe shkum tek biblioteka që ka themelu vetë Gjergj Fishta, është biblioteka franceskane që quhet në Shkodër. Aty janë gjitha veprat e Fishtës, janë ndërshkrimet e tija, janë përkthime të ndryshme, ato ishin studentët të gjuhëve të huaja dhe i thash, ato janë studentë të cilët do të sjellin nesër guida të ndryshme, do të sjellin të huajt dhe patjetër që do t'i sjellin te këto biblioteka dhe te këto biblioteka kemi gjurmë tona të traditës. Këto vende janë që në pasqyrojnë ne. Kemi parasysh që Fishta kur e ndërtoi këtë bibliotekë, duke filluar që nga arkitektura, sepse thash ishte një personalitet shumë dimensional që njihte edhe muzikën, edhe arkitekturën, edhe pikturën, i livroi edhe këto dhe pashi është një afri e jashtëzakonshme. Prekja e këtyre librave me dorë, njohja e mënyrë të drejtë për drejtë, kontakti drejt për drejt me këto ambiente lën një gjumë shumë të madhe. Dhe e gjej si një mënyrë shumë të mirë komunikuese me to.
dhe ato punojnë, dhe shoh që kanë filluar një punë shumë të mirë, janë edhe vepra të përkthyme, janë studentë qoftë të gjermanistikës, të frëngjishtes, të gjuhë letërsisë, janë studentë që njohin gjuhë të huaja, dhe për fatin e mirë, Lahuta Malcis, për shembull shumë vepra tjera, janë përkthyer në disa gjuhë. Dhe ato i kanë edhe ndroi, thëmë ju mund të kryeni jo vetëm mastra, por mund të kryeni edhe doktoratura. Marr edhe modelin kur kam udhëheq departamentin për 4 vite, dhe janë një numër shumë i madh studentësh që kanë kryer drejtimin etnokulturë dhe letërsi shqipe. Është një drejtim i cili i vunin punë shumë mirë studentët, ishin një pjesë shumë e tyre mësuese gjimnazësh dhe studiuese të ndryshme, punojse nëpër këto bibliotekë, arkiva, të cilat kur përfundon studimet dhe përfundon punimin, unin jo vetëm mirë, por të rigjallëruar, ishin një motor punë që i kishte bërë shumë mirë. Ishin afruar dhe njëra atë kontaktin me studimet, dhe shoh që kjo fushë ose kjo veprimtari ka ndikuar shumë pozitivisht. Janë bërë punime jashtëzakonisht mira, qoftë marrë edhe ceremoniale të dasmave. Janë disa gjumë që po humbasin, dhe të shti këto po i risjedhin në jetë edhe herë. Në fakt, të udhëheqësh studentët në punën e tyre, jo vetëm në detyrimet, por edhe në rrugën e hulumtimeve dhe të studimeve. Do të thotë që brenda jush kjo gjë është mëse e gatuar, që do të thotë që ju e vazhdoni ditë pas dite vëmendjen tuaj në fushën e kulturës kombëtare me një ritëm zemre, do thosha. Kam parasysh në një veprimtari të zhvilluar jo shumë larg në Pej, për betejën e Nokshicit, ku ju e cilësoni si të tashmen në një moment të bukur reflektimi për të thelluar në histori dhe për të shërbyer të tashmes dhe të nesërmes. Nuk e di nëse jam shprehur eksaktësisht ashtu si ju e keni thënë, por që më ka tërhequr vëmendjen gjithmonë në vëmendjen e vlerave tona. Në fakt, unë këtë motivim e gjeta tek Lahuta Malcis, tek Gjergj Fishta. Fishta është hartuesi i epopejës tonë kombëtare, dhe rastësisht duke ndëgjuar profesorin akademik Marin Glen Verlin, profesor Marin Glen Verlin, i cili tha që shpeshherë ka dhe humbi dokumentash. Në këtë rast është Lahuta Malcis, e cila ju ka sjell dokumenta edhe këtyre historianëve. Unë i përkas fushës së letërsisë, por Lahuta Malcis është një vepër e cila na jep gjurmë historike, gjurmë të fuqishme historike. Beteja e Nokshicit është, ose më tham lufta e Nokshicit, sepse janë dy beteja, beteja 4 dhjetorit dhe beteja e janarit, janë nga më të pashoqet në historinë e kombit tonë. Duke mos anashkaluar dhe përpjekjet shumë të mëdha të Shkodrës, në fakt në këtë betejë kanë qenë pikërisht Nokshicësit, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Ka pas në të dy krahët, ka pas humje të mëdha, qoftë nga krahu shqiptar, qoftë nga krahu malazez. Nokshicësit e kanë bërë vetë mos shumë të luftën, por janë ndihmuar edhe nga Plava, Gucia, Kelmeni, janë ndihmuar shumë edhe nga Shkodra. Unë kam gjetë një lidhje shumë të mirë edhe me paraardhësit e mi, është gjyshi mams Jakub Roj, i cili ka qenë antar i Komitetit për Mbrojtjen e Kosovës. Janë disa shkodran, cilët kanë dhënë kontribute shumë të mëdha për sa i takon në çështjes së bashkimit kombëtar, kanë çu letra dhe kanë vetë prezent në diplomacitë e huaja ndërkombëtare, kanë dhënë kontribut personal, por edhe kontribut me financa, sepse mbështetja e dashme kanë edhe nga ana financës. Dhe prandaj unë tham, duke lëvruar kështu të tilla dokumenta dhe duke gjetë rrajt e Shkodrës, ndoshta ky shtot edhe një obligim shumë i madh i imi për me dhënë një kontribut të tillë. Jam rikthy Lahutës Malcis me lexu edhe një herë, edhe dy herë pikërisht këto gjumë të këtyre betejave që Fishta ne ka dhuru të kjo vepër. Po citoj këto vargje të Fisht që shkojnë përshtat kësaj beteje.
po ma pyet njët Mark Milanin, e aj, po ty ka me të kallëzue, ka me të dhanë zin si hariq, se ushtria të met nuk shiq. Pra, kemi thymjen e ushtrisë malazeze. Në fakt, Kongresi i Berlinit kishte vendos Shqiplavën dhe Gucin t'ja jepte Malit Zi, por adhetarët e lidhjes shqiptare të Prizrenit me këto trima legjendar që unë i përmenda pak më përpara, i dhanë një mësim mirë diplomacisë shqiptare, diplomacisë në falin dhe kombëtare, që to toka detyroheshin nga shqiptarët dhe për këto toka do t'jepej jeta dhe to toka gati umblun me gjakun e shqiptarëve. Sot në fakt unë do t'jap një përshëndetje profesori që organizon shpesh eventet e tilla, është një bledh punëtore siç e quajnë, është profesor Zymer Neziri, por janë edhe në Prishtinë, zhvillon sot, por që më origjinë nga Rogova. Në pe organizu aktiviteti bashkë me universitetin. Si u prit kjo kumtesë shumë interesante? Në fakt mora për gëzime, por do del edhe herë të kontributi që po japin sot vetë këto trashëgimtar të këtyre adhetarëve. Ato janë organizu, edhe kjo më vjen mirë, janë vetë Nokshqiqas. Në fakt Nokshqiqi sot nuk ka banor shqiptar aty, por me sa mësova është një veprimtar shumë i mirë, Zek Nokshqiqi quhej, i cili kishte bërë një punë të jashtëzakonshme, kishte mbledh komunitetin shqiptar në diasporë, dhe ato kishin dhënë një kontribut që këto varrezat e këtyre dëshmorëve të ripërtrihen dhe në to të vendoset emri i tyre që kanë dhënë pra jetën për krejt mbrojtjen e shqiptarizmës, jo thjesht të Nokshqiqit, por të shqiptarizmës. Tham se është një model i jashtëzakonshëm për gjithë ne, dhe jo vetëm akademikët, por edhe media duhet ketë një rol shumë të madh. Dhe media shqiptare, diplomacia shqiptare duhet jetë pranë këtyre individëve, që këto të mos jenë thjesht mos kenë një punë vullnetare, ato e ndjenë se është gjaku i pararsëve të tyre i derdhën në këto fush beteja, por që të jemi gjithë bashku dhe në këto vende të flitet të flitet shqipja, të luhet shqip dhe gjallnojnë kanga dhe vallja shqiptare. Sa i rëndësishëm është roli studiuesit, roli i intelektualit, i akademikut në këto evidentime të vlerave tona kombëtare. Duke u nisur nga letërsia, ju keni nxjerrë diçka shumë të vlerëshme, do thosha. Por duke parakaluar në ato këndvështrime që ju e shihni, zhvillimin e kulturës, duke ju dhënë personaliteteve që kontribuar në këtë fush, mendoj që studimet tuaja nuk rreshtin, apo jo? Studimet e mia është e padiskutueshme që i sreshtin sot e deri në ditën kur unë të mos jem me zoja me dhanë kontributin tem, pra deri në ditën e fundit të jetës time, por unë them se na kena shumë me studiu, shumë me pa nga këto, dhe këto ishin personalitete që ju thjesht u shkuën jashtë, po morën dhe nga diplomacia e botës. Shpesh herë unë them sot do të kishim një parlament shumë ma gjallënum, shumë ma të mirë, që ose ne, ose këto parlamentar do të riktheheshin atyne punimeve dhe atyre fjalëve që kanë marrë fishta, mjeda e të tjerë me radhë në parlamentin shqiptar, kanë kënë modelet e parlamentarizmit shqiptar. Janë gjevahirët e kombit. Çdo deputet, unë thamë, për para se të marrin përgjegjësinë për me bë betimin, duhet kalojnë nëpërmjet shkollës të këtyre personaliteteve. Shumë bukur. Linda, besoj se një studim i jashtëm i paraprin një puna që ti po realizon, më duket se tashmë vëmendjen e ke një tjetër personalitet siç është Stafeti Juka? Po, unë fakti kam edhe një lloj detyrimit ka shi profesoresh Stafeti Jukës. Ajo është
e bia e Musajukës ka qenë ministër në periudhën mbretërisë, një njeri shumë i ditur, i shkollum jashtë. Për fatin tem edhe me të kam lidhje fare fisnore, po sa fete juke nuk e kam pa marrë intervist kur kam punu në televizionin Rozafa. Është një personalitete ose në të parat femna shqiptare që ja ka dediku jetën studimeve për Kosovën. Noshta duke pas këtë bashkëbisedim me këtë personalitet, noshta dhe unë ka marrë pak frymëzim dhe jam ba më shumë e lidhën me Kosovën. Ka studiu në Francë, në Austri, në Amerikulla një kontribut jashtëzakonshëm si pedagoge, studiuse, dhe është autore që nxorin ose më mirë me thënë nxorin nga arkivat një libër Golgotën shqiptare, e quajton. Një libër ku flitet për genocidin shqiptar për jetëshëm. Një libër i cili sot në fakt e kam pa në rrjetet sociale që është përhap, flitet për te dhe mu po më vjen mirë, sepse si që thash pak më përpara, ky vend ka shumë fushat lëme me gjak. Dhe duke hedhur vështrimin pikrisht tek veprimtaria juaj, por edhe tek roli i intelektualit në rastin tuaj, unë them se i gjithë ky kontribut është një dashuri e madhe, që ushqehet me pasionin tënd për letërsinë, për kulturën kombëtare, për figurat e ndritura. Ndoshta do të ishte shumë bukur që të zhvilloheshin sa më shumë aktivitete shkencore, sesione shkencore, ose si quajmë konferenca të ndryshme që i marrin këto periudha, këto personalitete duke i ngritur në institucionet e tyre të merituara, por gjithsesi këto studima janë shumë të vlefshme, apo jo? Patjetër që po, vetëm kontributin e fishtës të shohim tek fusha e arsimit është diçka jashtëzakonshme, është një kontribut shumë i madh. Përmend edhe gjithë tjerët, Mjedën, Luiç Gorakuqin, themelvënësit e shkollave shqipe, Naimin, Samion, Kristoforillin e gjithë me radhë. Unë shpesh edhe tek kur jap landën e letërsisë për fëmijë, thjesht letërsisë shqipe, nalem edhe tek këto, nalem gjansisht tek këto autor, por shoh që këto duke kryer shkolla të mira, duke bërë studime shumë të mira, jashtë duke qenë njohës shumë të mirë gjuhëve të huaja, na kanë dhënë modele shumë të mirë, shumë të jashtëzakonshme, gati modelet të cilat sot ne duhet të rikthehemi. Dhe është kënaqësi kur dëgjon një pedagoge që të frymëzon me studimin, me punën e saj, por edhe me komunikimin e vazhdueshëm në auditoret e universitetit. Gjë që ka të bëjë shumë në përçimin e këtyre vlerave të jashtëzakonshme, të kulturës sonë, të traditës sonë, të vlerave të këtyre njerëzve të mëdhenj, për të përçuar pikërisht te këto student këtë dashuri të madhe që shpreh kultura nëpërmjet letërsisë dhe librave, që ata nesër edhe në vazhdim të jetës së tyre të jenë po përques tek nxënësit. Vetëm kështu është një transmetim i mirë i vlerave. Në fakt unë shpeshherë them studentëve, marr modelin e Gjeni Rodarit, i cili tek libri i gabimeve thot shprehimisht: pse të mësojmë fëmijëve diçka duke qenë kur ata mund ta mësojnë duke qesh. Dhe është fjala për mësimin e gramatikës. Pra, këtu marr bazën e elasticitetit të mësuesit. Shpeshherë them, të largohuna nga mësimi mekanik. Të marrim thelbin dhe këtë thelb t'ju ja pasqyrojmë, t'ju japim me shumë dashni fëmijëve. Ju lutem, tham, shpeshherë ju kërkoj një lloj komunikimi të tillë, tham, një tërheqje vëmendje. Nesër jeni ju në këtë pozicion, keni kujdes se do të keni të bëni me fëmijë të brisht, ku janë 20 e sa vetë fëmijë në klasë, dhe ato janë 20 e sa karaktere të ndryshme. Ju lutem, tham, gjeni mënyrën e komunikimit të motivimit. Motivimi është baza e punës. Tek motivimi fillon gati aja alfabetit. Motivimi është baza. Ai fëmijë që ju keni aty përpara jush, mas pari duhet jetë i motivuar. Duhet ja gjeni atë damarin
ku ai do të marrin nxitje për me nxanë atë mësim. Është e rëndësishme që thelbi të transmetohet tek fëmijët dhe ky thelb të pasqyrohet, të jepet me dashni. Mos mësojmë shumë data për mend, shumë kohë, mos hupet koha për gjëra që ato do t'i harrojnë, por të mahet mend ajo çka është thelbësore. Sa bukur. Janë pikërisht këto motive, por edhe mesazhe që jo vetëm unë, po të gjithë ata që po na ndjekin, besoj i morën, i përqafuan dhe i përthithën jo vetëm në këtë ditë, por për t'ia përçuar tek vetja dhe tek të tjerët, sidomos tek brezat më të rinj. Profesorish Linda, unë të falenderoj shumë, jashtëzakonisht shumë që ishe sot në këtë dritare kulture në mëngjesin shkodran. Ndjehem shumë e fat që u ndalën pikërisht tek studimet tuaja, tek vëmendja, tek ecuria juaj, tek qëndrimi në prerjen e traditës dhe këtyre njerëzve madhor që i kanë dhënë shumë Shqipërisë dhe vazhdojnë t'i japin, sepse vlerat e tyre na shërbejnë për të sotme dhe të nesërmen. Ndjehem shumë mirë që ecuria e juaj në studimet e thelluara të letërsisë vazhdon të jetë një pasion dhe një rrugë që e pafundme dhe një motivim shumë i bukur. Jam krenare që je mikesha ime dhe ke të tilla rezultate. Të falenderoj shumë dhe ecuri të mbar gjithmonë. Dashur të falenderoj unë për ato leksionet e para që më ke dhënë. Se më kthevem shumë kohë përpara. Jo, aty ishte baza e parë e komunikimit, sepse edhe një herë kujtoj që dilçe përpara një mikrofoni të Radio Shkodrës ishte si dilje përpara 100 auditorëve. Gjose ne jemi përpara një auditori mas shumë të 100 student, tu imagjinoni sa ka qenë auditori dikur shumë. Auditori Radio Shkodrës dikur edhe sot. Çfarë përgjithësie nëpërmjet Facebookut përhapem në të gjithë dhe çdo gjë, njeriu kudo që të jetë dashur Linda, duhet të ketë përgjegjësi për çdo gjë që bën. Në çfarëdo pozicioni, mund të duket një pozicion i rëndom, jo. Secili duhet vlerësuar në vlerën që jep dhe transmeton tek të tjerë. Kjo është pra se unë këtë mora tek Merita Sokoli para 20 sa viteve dhe me sa shoh sot Merita është e njëjta. Dhe këtu ndihem jashtëzakonisht mirë. Jam mirënjohse për çdo gjë që këmbehet me të njëjtën monedhë. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithë.